Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim shtetasit me iniciale GM dhe KM të akuzuar për veprën penale pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal. Sipas organit të akuzës, hetimet në kuadër të procedimit penal të vitit 2019 kanë zbuluar se këta shtetas të hetuar më parë për vepra penale në fushën e narkotikëve, dyshohet se kanë investuar dhe transferuar të ardhura me origjinë kriminale në pasuri të paluajtshme e të patundshme, si dhe në aktivitete të ndryshme ekonomike. Një pjesë e këtyre veprimeve financiare dyshohet se janë kryer në emër të familjares së tij, shtetasis me iniciale KM. Gjatë hetimeve janë mbledhur prova nga institucione shtetërore, bankare, tatimore dhe kadastrale, si dhe është realizuar një ekspertim financiar i cili ka nxjerrë në pa një mospërputhje të konsiderueshme ndërmjet pasurive të deklaruara dhe të ardhurave të lidhshme të dokumentuara. Prokuroria e Shkodrës thekson se mbetet e angazhuar në luftën kundër pastrimit të parave dhe goditjen e pasurive që burojnë nga aktivitetet kriminale, duke synuar vënien përpara përgjegjësisë ligjore të gjithë personave të përfshirë.